Edhe pse sistemi shëndetësor në vend po digitalizohet, librezat tradicionale ende nuk janë zhdukur plotësisht nga përdorimi. Librezat elektronike mbeten jashtë funksionit e siç tregoi Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, procedura është në gjykatë me vite dhe ende nuk ka përfunduar. Pra, librezat e shëndetësisë për fat keq përdoren për shkak se ato kartele është abuzu politikisht, ende procesi është një gjykat, nuk ka mbaruar. Ende është në gjykat. Po, ende është në gjykat. Kryetarja e mjekëve AMD vlerëson se librezat klasike gradualisht mund të hiqen nga përdorimi, por patjetër duhet të ekzistojë një sistem i sigurt ku ruhen të gjitha informacionet e rëndësishme për pacientin, si alergji, terapitë që përdor, sëmundjet kronike dhe historia mjekësore. Така да мислам дека може да се isfрлат книжките веќе се во употреба, но тогаш ќе треба да има негде опција каде што ќе стои за секој очто е алергичен, како е алергичен, бидејќи ја учествував во тој проект кој што беше ИЗИС пред многу години. Бујар Османи беше министер тогаш. Jo foli edhe për digitalizim të plotë të shërbimeve tjera, si dhënia e recetave dhe udhëzimeve, për të cilat deri tani pacientët paraqiten fizikisht tek mjeku AM. Па не. Еве да се тргна што побрзо да не печатиме упати, да не печатиме рецепти, со многу министри, со многу директори на фондови, тоа сме го договарале, но никако еве да го финализираме, да не се печатат. Ако сте вие во Охрид и ако ви треба упат, зошто јас да не можем од Велес да ви скреирам? Електронски да ве услужам. Се во интерес на пациентите. Përndryshe, 2 muaj më parë, Ministri Azir Aliu paralajmëroi ndryshim dhe plotësim në ligjin për evidencat në shëndetësi, të cilat synojnë për shpejtimin e digitalizimit të sistemit shëndetësor dhe kalim gradual drejt evidencave elektronike të pacientëve.